Dëgjova një hosh që tha se nëse burri dhe gruaja punojnë të dy, duhet të bëjnë kurban secili në vete. Dhe tha gjithashtu se nuk mjafton një kurban për të gjithë anëtarët e familjes. Mendimi i tij është ky, e saktë është që nëse kryefamiljari bën kurban për familjen e tij dhe gjithë familjarët kanë një ark shpenzimi, kurbani është i vlefshëm për gjithë anëtarët e familjes. Nëse kanë arka të ndryshme shpenzimesh, për shembull, vërtet janë një shtëpi me 5 kunor mrena, por çdo kunor ka shpenzimin e vet, harxhimin e vet, hyrje dhe daljet e veta, nuk e ka të përzim me të tjerë, atëherë obligohet çdo kunor me pas kurbanin e vet. E nëse janë 5 kunor me një ark, pra është, le themi, babai ose vllai i madh, ai i cili menaxhon hyrjet dhe daljet dhe shpenzimet për 5 kurorët, për shembull, le themi, atëherë obligohen vetëm për një kurban. Obligohen vetëm për një kurban se quhet një familje. Siç ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një kurban për të gjithë familjet e tij, të gjithë bashkëshortet e tij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte një kuror ose ishte një familje me 9 kurora. Bëri vetëm një kurban për të gjitha.